Përshëndetje miq. Momenti i stresit ose momenti ankthi rritet niveli i kortizolit, domethënë hormoni i stresit. Atëherë ç'a bëhet, unë du me fol mekanikisht ç'a bëhet, ç'a ndryshohet te trupi jon. Domethënë, kur rritet niveli i kortizolit e fillon me kontraktu muskulatura, e mbledhet muskulatura, domethënë shihni, si është kurizi, niveli i kortizolit. Shih, momenti i stresit edhe momenti ankthit, nëse vjen një moment, mundeni kapat momentin e vetëdijshëm edhe delni prej atë situata, shihni kurrizin si e keni. Sigurt e keni kokën e para, supat janë me mbledhun, domethënë si me ken shtrengu me krejt. Atëherë, atë moment, nëse e keni mundësi me drejtu trupin, edhe me marrë një frymë gjata, edhe me ju shumë ma kadal, me kadalsoni frymarrën, domethënë, atëherë e fillon me hap prap muskulaturë. Edhe atë kontraktimin që kemi momentale, edhe hapet prap, shfaqet, hapet edhe një herë kurrizit. Domethënë ç'a bëhet, ulet niveli i kortizolit, aktivizohet sistemi parasimpatike, edhe filloni me kadalsoni si stres, si ankth, edhe gjana tjera. Për momenti nëse nuk mundeni me dal pra atë situatë, shtrengoni, edhe ç'a bëhet, vjen, bllokohet oksigjeni, shfaqet ma shumë karbon dioksid momentale edhe te truni, e vjen edhe ma shumë menim, ma shumë frikë, edhe vjen një moment edhe mund ta fikun personi se pse? Sepse e kena dy arsye sistemi simpatike, ose e zvrap, ose luftoje, ose fike domethënë. Për këtë arsye miq, është shumë e rëndësishëm me menaxhu kontrollin, me menaxhu momentin domethënë, nëse keni stres edhe ankthi. Ky mund të jetë genetike, ky mund të jetë shumë gjëra tjera, normal që duhet me marrë mjekim, normal që duhet me taku me psikologun si psikoterapi, për me menaxhu këtë situacion. Unë e flas për pjesën e nga ana kurrizit, nga ana mekanikisht ç'a ndryshohet te trupa, nga ana fizikisht ç'a mund ta ndryshojmë te trupi jon momentale me menaxhu këtë sëmundjen, shqetësimin ose ç'a thonë. Ditën e mirë edhe më posh.